Në nëndor, ngriu në luftoni për vendin tuaj. Natyrisht që Rama duhet këtë festuar 10-8 nëndorin me Ballukun. Dikush ka përgatitur helmin, Rama, ajo thikat, ose plumbin baskoke, sepse kjo ka qenë historia e partisë që ata drejtojnë. Nipi i kolegës, mbesa e Ballukut, ndërkohë që i biri Gjonit ambasador NATO. Nuk kanë ndryshuar. Janë përgjegjës për shkatrimin ekonomik të atij vendi me pasuri shumë të mëdha. Por idet e partisë tyre, të Enver Hoxhës, të Marksit dhe të Leninit, befas na erdhen në New York. Komunisti qeshur, le të jemi të drejtë me fituesin e New Yorkut, Zoran Mamdani. Ai fitoi zgjedhjet për të qenë kryetari i bashkisë, por fitoi në mënyrë të drejtë. Duke buzëqeshur vazhdimisht, duket i ri, plot energji pranë plakut Andrew Cuomo. Po të shikoni, shumicën e votave e mori nga të rinjt deri nën 30 vjeç. Sipas sondazheve, Mamdani fitoi 68% të tyre. Me sa duket, ata mendojnë se ai është i mirë ose i mrekullueshëm. Brezi Z. Zbulimi i madh për të përdorur një klishe është deklarata e Mamdanit, e regjistruar në kaset, ku ai beson se qeveria ka të drejtë të konfiskojë mjetet e prodhimit. Kjo është gjua totalitare e Karl Marxit. Ne kemi bërë në shkollë, brezi me di. Konfiskim do të thotë marrje me forcë e aseteve nga njerëzit, marrja e pagave tuaja, pronës private në përgjithësi. Ky është komunizmi. Brezi ime ka jetuar. Quhen komunizëm, socializëm e njëjta gjë. Ne jemi njohur sepse e kemi vuajtur vetë. Pastaj kemi lexuar për vrasjet me miliona nga Stalini, Mao, nga Hoxha, duke vrarë njerëzit, thjesht se ishin kundërshtar të regjimit. Këtu në Amerikë, amerikanët dikur u përfshin tek lufta e ftohtë, lufta e egur, duke u përpjekur të ndalonin të kujt e çmendur të pushtonin botën. Amerikanët mendonin se ata ishin djemtë e mirë, por kjo deri në Vietnam. Kur disi e majta amerikane vendosi që Ho Chi Minh i pabes, i majt, i kuq, është një djalë i shkëlqyer. Aq sa do të kishte buzëqeshur Gjingis Khan. Pyesni votuesit e rinj të Mamdanit për luftën e ftohtë. Do të përgjigjen, wait, ku po luftojmë në Norvegji? Historia që mësohet në shumë shkolla të mesme është aq qesharake sa fëmijët nuk dinë asgjë. Kështu që do të besojnë çdo gjë, çdo mashtrim nga komunisti islamist Mamdani. Ishte diçka e mirë për të, por dhe për gjyshin e tij Bernie Sanders, i cili kaloi muajin e mjaltit në Moskë, kur ishte ende Bashkimi Sovjetik dhe kur sovjetikët torturonin njerëzit në Europën lindore. Aso kohë Bernie ishte kryebashkiak i Vermontit dhe po përpiqej të krijonte një situatë për qytet binjak me komunistët, të cilët jam i sigurt ishin të pëlqyer shumë nga ai, por dhe nga miqtë e tij të majt. Pavarësisht euforisë zgjedhore në zonën radikale, javën e kaluar, kryebashkiaku Zoran Mamdani do ta ketë vështirë të ofrojë shërbime dhe gjëra të tjera falas, sepse qyteti i New Yorkut është thellësisht i zhytur në borxhe dhe legjislatura e shtetit në Albany, një shtre për krijesa tegra, duhet të miratojë të gjitha taksat e reja mbi të ardhurat. Guvernatori i New Yorkut, Kathy Hochul, është shumë jo popullore. Kështu që plani i kapjes dhe rishpërndarjes Brezit Z mund të jetë një fantazi e tmerrshme. Pasi guvernatorja do të vinë në vetën rrezik elektoral duke mbështetur atë. Ka një kandidate republikane, Stefanik, ajo mund të fitojë në dorë. Guvernatorja ka të drejtë ta shkarkojë Mamdanin. Po kë do të taksojë saktësisht Mamdani? Kompanitë dhe
milionerë po ikin drejt Floridës me një shpejtësi shumë të madhe. Dhe qyteti New Yorkut mund të mbas më shumë se gjysmë milion taksa pagues të nivelit të lartë gjatë 4 viteve të ardhshme. Pavarësisht kësaj, parashikoj që Mamdani do të vazhdoj të buzëqesh. Pse jo? Tani do të jetoj falas te mansioni i kryetarit të bashkisë në Grassy Mansion. Shumica e shpenzimeve paguhen nga taksa paguesit. Pastaj flet për përballueshmëritë të jetës. Dhe për të gjithë ju që votuat, atë që është si nxënës si Fidel Castros, keni kujdes nga ky koncept i Joshës. Përfundimisht do të vitë kjo, sepse kështu kanë ndjarë gjithmonë. Ai ka lindur në Uganda, por është pjesë e një komuniteti indian, në fakt janë një fis musliman. Ka 2500 xhami në Amerikë. Ky vend nuk përsekuton fen. Mund të jenë 1 milion musliman në New York. Por është një mashtrues, komunist, islamist. Natyrisht që amerikanët duan që ta kenë jetën më të përballueshme dhe besuan zotin Trump sepse do të ndryshonte ekonominë. Ka ngaluar 10 muaj, është tejet e vështirë. Ndaj ka shkuar në ekstremin tjetër radikal të majt. Festë e madhe për ballukrat. Balluku është në ngrata. Mbase do ta bëjnë dhe publike. Kjo nuk mjafton. Dumani duhet të tregojë që nuk është i blerë. E mbajti Berishën një vit në balkon. Pse nuk arreston Ballukun, e cila dilkër ka më fort se Palloshi, ose me ato mesazhet, më falni për gjuhën, le të pyes kurvën se ç'po thot, amoralitet, degenerim. PS-ja është tipike vazhduese e asaj krijese të Jugosllavëve në 41. Lidhur me Ballkanin, lidhur me Shqipërinë, Rama shpreson se do të blej heshtin duke blerë Kushnerit dhe duke pasur aleat një gay si Grinell. Nuk besoj. Fakti që Senati kaloi një amandament për moskafshimin e trojeve të Kosovës, e hodhi poshtë djalin pa edukat, arrogant, ignorant Donald Trump Jr., i cili ishte pro-serbist dhe kundër Kosovës, e mbani mend deklaratë. Ka sfera të tjera pushteti dhe ne jemi me fat që Ballkani është tokë ndikimit amerikan. Ato që ju thash më parë, Washington Examiner, që kontrollohet nga projekti 2025 me shkrimin e madh Rama si Noriega apo Erdogan, both këto janë këmbana alarmi. Rama synon të vi javën tjetër në Manhattan. Kanë filluar transfertat mëdha nga Lubia, por tek njerëzit e Palloshit në Manhattan. Gabojnë, sepse ka ndodhur dhe me figura tjera politike. Çdo kush që vjen në këtë vend përgjohet, sidomos kur është me pasaport dhe ka kontakte me element kriminal këtu. Do t'ja pak nga misioni i djeshëm dhe njëherë vazhdojnë. Fillimisht u quajt Partia Komuniste, pastaj Partia Punës, i ndryshuan emrin në Parti Socialiste. Nanon e zgjodhi klanin e Xhmije Hoxhës Xhunglini. Kishte punuar 12 vjet në Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste. Nuk ka qenë ekonomist Nano, por për ekonomi politike të marksizm-leninizmit, socialiste. Por Nano ishte i papërgjegjshëm. U burgos për korrupsion dhe klani i Nexhmijës solli nga gjirizat e Parisit Edvin Ramës. Nano thoshte që e kam gjetur me thonjë pa prerë, duke shitur ikonat që kishte vjedhur konës Ali Berishës. Më pas do thoshte që Rama është e lidhur me krimin dhe më ka kërcënuar. Fjaldori ordiner i mesazheve të zbuluara të asaj që Berisha e cilëson Lubia dhe Rametlia, duket qartë se sa e frikshme është kupola e Partisë Socialiste, vazhduese e Partisë Gjaktare të 8 nëntorit 41, krijuar nga Jugosllavët. Ndaj Rama ka marrëdhënie shumë të mira me si vllaun Vučić. Nuk është rastësi. Është një urrëtie e madhe
e mbrojtur ndaj Kosovës, kur në kupolën e Partisë Socialiste sot kemi ato që e cilësojnë nipin e Spiro Korekës dhe mbesën e Ballukut. Ndërkohë që i biri Xhelil Gjonit është ambasador në NATO. Len Kaçuko, pasaport diplomatike së dhëndri ambasador. Me qindra, me mira shembuj tjerë, në gjykata, hetues, në parlament, kreu magjistraturës, ata janë kudo. Sepse e djatha shqiptare ishte në përkëmbur, s'kishte kohë të organizoj dhe u tregua fisnike duke mos marrë hak. Sipas një raportit të CIA, thuaj që në një rast përmbysjet pushtetit në Shqipëri, CIA parashikonte 300 vrarë nga kupola e lartë. Kjo nuk ndodhi. Sikur 299 të ishin vrarë e dënuar me pushkatim, do të ishim brenda parashikimit të madh të kësaj organizate antikomuniste. 4 nëntori ishte ai revolucioni i madh hungarez i 56-s. Nuk besoj se e kemi harruar. Ky 8 nëntor vjen përsëri duke pasur në zyrën e Mehmetçeut, vazhduesin e Kolekës, dikë që gjithçka mund të tregoj, por nuk ka asgjë pro-shqiptare. Një dashuri e madhe për uljen ndaj Macron, Francës, armiqësorët ndaj nesh, duke pranuar të shkelin dhe kodet zakonore tek gjinit, transgjinorët, vetëm e për vetëm që të kënaq kupolën e Shorës, Macron dhe anti-shqiptarëve. Berisha mbajti qëndrim drejt. Fakt. Çfarë tregojnë mesazhet e Ballukut dhe epitetet ofenduese ndaj mbretit Partisë Socialiste? Ju kam thënë që ka kohë që llogarit financiare të Ballukut nga ishujt e parajsave fiskale vinë tek njerëz të palloshit më natë. Është komunist dhe islamist. Fakt. Ka deklarata ku hapta stot do të marrim në zotrim mjetet e prodhimit. Por nuk din ta paraqesin mesazhin e tij njerëzit e pahapt që ka rreth rrotull që shikojnë vetëm të fitojnë miliona. Nuk bëhet me Dick Grinell dhe me Gejnë e Thesarit vllajën e Soros. Po për 10 muaj Trump ka tronditur gjithçka. Topi ka ngelur tek Gjykata Supreme për tarifat. Trump ka përdorur një ligj të fortë që jep pushtet në situata të jashtëzakonshme. Disa deklarata nga gjyqtarët e djathtë tregojnë se mund t'i arrëzojnë. Trump nuk tërhiqet. Do të gjejë diçka tjetër. Nuk mund t'i kthejë mbi 300 miliardë dollar të marrë nga tarifat. Një paralele, Roosevelt i madh nuk e ka përfillur Gjykatën Supreme dhe nuk e ka njohur, ka qenë përplasje më e madhe. Demokratët po të fitojnë, sepse Gjykata Supreme është 6-3 për djathtët, do ta bëjnë me 15 antar Gjykatën Supreme. Të fusin left, right, si ajo gjykata Karagjoze kushtetuese në Shqipëri. Kushtetutën tonë kanë bërë Greqia, opozita se ka votuar. I pash, or si mund të falësh dhe të kthesh në detyrë një figurë lëtyr, kusar, vjedhës, hajdut, mediokër. Çfarë shkelje më të rëndë mund të bëjë se këto vjedhë me miliona dollar? Apo lideri global Utromax, nga i personazhi portokallis që mund të mundë në mënyrë spektakolare ministren e tij që mund të ketë probleme me SPAK-un? Lojë ndyrë. A mund të bëjnë marrëveshje me njëri tjetrin? Dhe Gjykata Supreme këtu në të shumtën e rasteve ka qenë me Trump. Trump ka marrë me 80 milion vota, është votuar.
është republikë presidenciale, edhe pse është kushtetuese. Por kush vendimet e gjykatës supreme duket që janë bardhëzi të majtë. Ora kur nuk votojnë këtej, se këtë djathët nuk janë të djathtë të Trump. Janë nga George Bush dhe nga të kohës Reaganit. Kryetari i gjykatës kushtetuese është Reaganian. Ai e përbus Trump, i cili nuk është konservator, është populist. Çdo të ngjas 20-28. Këmbanat e alarmit ranë me Mamdanin. Cortez mund të shkojnë në Shtëpinë e Bardhë. Duan ta bëjnë Amerikën si Anglia, si Franca, si Kanadaja, edhe pse këtë komb e bëjnë kombëtaristët, tradicionalistët, ajo egua individualiste e Adam Smithit, e protestantëve, jo të vjedhë dhe të korrupsionit që ndodhin me socialistët kudo në botë. Mamdani është rrezik, por Trump fut ushtrin. Trump do të heqë miliarda dollar nga fondet federale. Fakt. Është shumë i pushtetshëm komunist islamist. Për 4 vjet në dorë të tij janë $1 trilion. Buxheti vetëm shkon gjysmë trilion. 300 miliard dollar janë tek fondet e pensioneve dhe 200 miliard janë programe të tjera. Ai emëron antarët e bordeve kudo. Gruaja e tij do ta marrë në qafë. Anti-amerikane, anti-imperialiste, anti-Izrael. Do të korruptohet, e majta korruptohet gjithmonë. Ka një shans New Yorku. Mund të marrë postin e guvernatorit. Shumë e dobët Hochul, Stefanik. Në bisedat që kam me fëqinjtë e mi në kafën e mëngjesit, kjo është era fundit që do votojmë. Nuk votojmë më në New York sepse të majtët, komunistët, socialistët fitojnë. Por në qoftë se kthejmë në Albany si guvernatore një republikane, ajo ka autoritetin ta shkarkoj Mamdanin. Dhe ju atje do të kuptoni se sa drejt kishte në këtë rast Rama të shkarkonte atë travestitin me veshje të ambasadës holandeze. Guvernatori këtu të shkarkon. Më besoni, do të shkoj atje në qoftë se ai do të bëj ato veprime që ka thënë. Ato rretit madhe që ka. Por janë 1 milion moron. Ai brezi 18-29 vjeçar parsim që duan çdo gjë falas dhe e pa shpjegueshme, e pa kuptim që 33% të komunitetit që fut në New York votuan për Mamdanin. Çfarë fshihet këtu? Nuk e di. Mamdani do li haptas kundër Netanyahu, të lumt. Kriminal, ka kryer genocid. Dhe të kesh me miliona dollar kundra nga oligarkët dhe të fitosh, ai ka një aftësi si komunikues, brillant në fushat, shet diçka të pablershme. Por çdo ditë do të dështoj në kryeqytetin financiar të botës. Liria është ajo që ne kemi të drejtë më shumë se gjithkund në botë në këtë vend. Ti je i lirë të studiosh, të prosperosh, të rritë, po je i lirë dhe ti jesh i varfër. Ti je i lirë në këtë vend, të ngelesh homeless. Është zgjedhja jote. Nuk mund ta kthesh këtë vend me teoritë e Leninit, të komunizmit, që u dukën qartë që kanë dështuar. Natyrisht, ai ka të drejtë për shumë gjëra. Fair play. Klasa e të pasurve duhet paguajnë në mënyrë të ndershme taksat. Le të shikojmë. Por tezat socialiste dhe komuniste nuk ka se si të funksionojnë në këtë vend, që është vend i sipërmarrjes lirë. Nuk them kapitalist se është term që e ka nxjerrë Marksi. Sipërmarrje e lirë. Ti je lirë të kesh sukses, je i lirë të dështosh në këtë vend të madh. Gjithkush arrin atë që do. Mjafton 2 vjet shkollë mbas gjimnazit, mëson një zanat, një profesion, del nga varfëria.
Në qoftë se e mirë mendësime, dhe në qoftë se afrikan, amerikan që bën shkollën fala, ti bësh doktor, mjek, dhe garanton një punë qeverisë, sidomos me qeveritë e majta. Këtë hoqë zoti Trump. Nuk ka rëndësi pigmenti i fytyrës. Rëndësi ka karakteri. Dhe Mamdani këtu e ka problemi. Kudo në Shqipëri.